Përshëndetje, miq, sot është një temë. Pse jeni të pa motivuar mbazimit të shpirtit? Pse ndodh kjo? Do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë do të tregoj pse ndodh dhe pjesën e dytë, 3 shenja që pak a shumë të dini përse ndihet zimi jon i pa motivuar. Mësoni që duke filluar të shpjegoj në pjesën e parë përse ndjehemi të pa motivuar, është që të gjithë ne, ku ne fillojmë fillimin e zimit të shpirtit, edhe pse ndjehet e panjohur, përsëri duke vazhduar të ndjekim shpirtin, kjo rrugë bëhet e manitshme. Ajo që ne mësojmë gjatë rrugëtimit është që jo vetëm mësojmë, por ne fillojmë të aplikojmë dhe gjëra për të cilën nuk i kemi pasditur ndonjëherë më përpara, dhe e gjitha është që na sjell apasapi në gëzimin ton, ne fillojmë të buzëqeshim, ne fillojmë të ndjejmë bukurinë e zimit ton të shpirtit, edhe pse në fillim ishte edhe i vështirë, edhe pse kalojmë vështirësi, edhe pse kalojmë pengesa, kjo përsëri ne e ndjejmë që shpirti ndjen gëzim, shpirti është i hapur për të mësuar akoma dhe më shumë gjëra, dhe kjo është që na bën me të vërtetë të manitshëm. Ne fillojmë të kërkojmë akoma dhe më shumë, duke ndjekur shpirtin ton gjëra për të cilën kur nuk i kemi njohur më përpara, pra që janë me të vërtetë bukurisë së asaj që quhet e panjohur. Ndërkohë, kjo rrugëtim që ne ndjekim, pra që ndodh që jemi të pa motivuar, na sjell në 3 arsye. Le të flasim arsye e parë. Kjo është, pra na sjell ne gjatë zimit ton që ne e kuptojmë botën krye këput, thellësisht ndryshe nga ajo që ne njihni më parë. Po kështu ne fillojmë të kuptojmë dhe qenien tonë njerëzore, pra nga ana e energjisë, pra të kuptojmë dhe njerëzit, ashtu sikurse edhe ne fillojmë të kuptojmë dhe të ndjejmë që zimi jon i shpirtit na sjell apasapi në një jetë të mirë edhe më të mirë. Por çfarë ndodh? Gjatë rrugëtimit, pra jeni domosdoshëm, arsyeja e dytë është që ndodh që ne fillojmë të dyshojmë. Dhe ky dyshim vjen për arsye sepse ne duam që të kthehemi si ishim përpara. Pse? Sepse këtë dini, por në fakt që të gjithë, sido që të jeni, se unë nuk e di kush e ndjek këtë video, sido që të jeni zime ka në çdo kohë, gjithmonë ka patur zime, me shekuj dhe deri tani, por në këtë, sidomos mbas vitit 2020 dhe koronës, ka qenë një zim në shkallë globi, por gjithsesi zime ka në çdo kohë, dhe zimet mbas kësaj periudhe janë edhe më të lehta për njerëzit që zgjohen, për arsye se ka informacion më të shpejt për të dalë nga kjo situata, dhe ndoshta jeni dikush nga ju që si ndryshoni stinët ndryshoni dhe ju, e vetmja gjë që ndjehet është që ndjen trupi fizik, dhimbjet dhe trupi fizik, pra gjithë organet tona, pra çdo pjesë në brendësi të trupit ton, qoftë dhe nga ana mendore, ai keni vënë re në këtë kohë që ka një epidemi të mendore, pra është një sëmundje, për arsye sepse në këtë realitet, në këtë moment, në këtë botë, në këtë tokë, jemi ndarë në 2 kampe. Njëri kamp është që vazhdojnë të rrinë pra me llojen e rregullave të së vjetrës, në anën tjetër janë shumë ju, unë dhe shumë shpirtëror në të gjithë globin ton, për të cilën kanë zgjedhur pra rrugën e zimit të shpirtit, dhe në këtë rast që ndjehet pra që çfarë ndodh në lidhje me dyshimin është që kërkoni të ktheheni dhe një herë, gjë për të cilën nuk ndodh, sepse ju ja keni dhe rolin shpirtit dhe energjia në momentin që pra ndryshon, dhe në këtë rast ju jeni lidhur me shpirtin,
nuk mund të kthehemi më mbrapa, edhe pse ndjehet një proces i vështirë, apo me pengesa, apo çfarë do lloj, ju përsëri do të vazhdoni me shpirtin. Të kuptoni që edhe pse gjatë kohës zimit ton, të jemi të sinqert, edhe pse ne kërkojmë që ta kthejmë kohën pas, kjo ndodh për arsye sepse ne duam të njohim akoma më tepër atë se çfarë po ndodh me realitetin ton të ri. E gjitha është që shenja arsyeja e tretë është që ne të mësojmë dhe të kuptojmë që dhe ne kuptojmë sepse shpirti na drejton që ne kur nuk jemi qenë vetëm, kur nuk jemi vetëm dhe kur nuk do të jemi vetëm, për arsye pse edhe pse trupi fizik do ta lëm, pra jetë dhe vdekje, pra vim, lindim, por dhe do të vdesim, është që shpirti është i përjetshëm dhe në këtë rast, jo vetëm që nuk kemi qenë vetëm, sepse ky shpirt jeton dhe ky shpirt është i përjetshëm, por edhe ndërkohë vazhdon, kjo është bukuria e vazhdimit të rrugës hynore të përjetësisë. Mësoni që në pjesën e dytë unë do të ndaj pra do të shpjegoj 3 arsye, 3 shenja përse ne ndjehemi të pamotivuar. E para është që është zimi shpirtëror, pra kudo në globin ton ka zim shpirtëror, për arsye sepse jo vetëm që jemi në një afat kohor që niveli i ndërgjegjësimit ton kolektiv është i lartë, pra jemi ndërgjegjësuar me atë se çfarë po ndodh në globin ton, pra në botën ton, por tani e kuptojmë që një pjesë nga ju, dhe sidomos gjeneraca ime e shekullit, pra vitet 50, 60, 70, 80, deri në 90, por unë do të vë teksin edhe më përpara, po kush jeton vitet 50 deri në vitet 70, ne kemi pasur ose më saktë, ne jemi lidhur me shpirtin, për arsye sepse është mosha, dhe sidomos mosës 50 vjeç, unë nuk mund të përjashtoj se ka zime tani, ka zime dhe me rinin, ka zime edhe me moshën, sidomos të viteve 80 edhe 90, por këto janë më me fat me ne, për arsye sepse vetë në atë kohë, vetë niveli kolektiv i qenies tonë njerëzore ishte në një nivel më të lartë dhe ju i dini se çfarë ndodhi në botë. Por për ne, për shembull në Shqipëri, u shkëputëm nga bota e drejtimit komunist. Pra, çfarë do të thotë, ashtu sikur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë lindore. Gjithsesi nuk do të hyj në këtë temë, është ajo që ne tani kuptojmë që jemi me të vërtet që të gjithë kemi përvojat tona mund të jenë të thella, pra zimi mund të jetë i thellë për dikën nga ju, mund të jetë me trauma, me drama, jo vetëm të mishëruar nga të parët tanë që në barkë të nënës, në lidhje me karmën e vjetër, por edhe gjatë eksperiencës jetës tonë, pra përvojat për çdo individ janë të ndryshme, që të gjithë jemi unik, që të çdo individ prej nesh është unik dhe ajo që të kuptoni është që ndoshta dikush nga ju e ndjen që jeni të shkëputur nga bota për të cilën ne jetojmë, ose e ndjeni shkëputjen, varet si jeni në rrugëtimin tuaj, ose është që ndjeni dhe i pamotivuar. Që të gjithë jemi unik, por ajo që të kuptoni e përgjithshmja e përbashkët për zimin shpirtëror është që ne kuptojmë që ka një ndryshim themelor të kuptimit të jetës nga ajo që ne kishim mësuar më parë. Pse? Sepse dhe pse ne ndjejmë ndryshimin, pra ndjejmë në veten tonë që nuk jemi më si më parë dhe nuk e dim se ku do shkojmë, por që në procesin na mëson dhe të vazhdojmë, është ne e kuptojmë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Pse? Sepse ne po jetojmë. Ne nuk i përshtatemi më realitetit si më parë, por ne
përderisa jetojmë, ne marrim frymë. Dhe kjo është zgjimi i shpirtit për të gjithë ne, është një proces i zbulimit të fuqishëm dhe na sjell që të gjithëve na sjell një tronditje të thellë të kuptimit të jetës, të botës ku ne jetojmë. Ndërkohë na sjell një shkëputje nga besimet kufizuese, qofshin tona, qofshin për ato çfarë ne kemi edhe në lidhje me botën, por edhe me veten tonë, ashtu sikurse ne e kuptojmë që jeta, bota është përtej botës së materjes, për të cilën ne e dinim, pra që e kishim mësuar më përpara. Pra ishte ajo që ne e kuptojmë që gjithçka është kryekëput ndryshe nga ajo që ne na ishte mësuar. Shpirti gjatë rrugës na mëson dhe na arrit, pra mësojmë, arrim në ndjeshmëri, sepse lidhemi me shpirtin ton, dhe kjo na bën që ne arrim të lidhemi me universin, në thellësi me universin. Pra ne kuptojmë që ne jemi universi, ju, unë, ne të gjithë dhe gjithçka dhe çdo gjë që ekziston është universi. Pra çdo gjë dhe gjithçka është një. Ajo që ne arrim të kuptojmë është se sa më shumë ne vazhdojmë ndjekim rrugën e shpirtit, aq më shumë ne kemi një vetëdije kozmike, e cila është që na bën që ne të kuptojmë që ne jemi në këtë jetë të mishëruar me një qëllim dhe për të jetuar me të vërtetën e kuptimit të jetës. Ndërkohë është ajo që duke jetuar duke kuptuar që jemi me qëllim dhe me vërtetësinë e jetës, ne kuptojmë që ajo që në jetën e parë, ose për një pjesë që jetojnë akoma, pra atë që ne shikojmë në botën e jashtme, është e rëndësishme për një pjesë, për shpirtin. Kjo është e parëndësishme dhe ajo që ne arrim është që shpirti apasapi na drejton në disa faza. Fazën e parë është që ne kuptojmë kush ishim dhe zgjimi jon. Pra shpirti ka arritur të kuptoj, ka marrë mësimet gjatë gjithë jetës tonë dhe ne e kuptojmë tani se kush ishim. Pastaj ne vazhdojmë në fazën e dytë, transformimi jon. Në fazën e tretë që do të transformim, do të gjejmë kush jemi, vetja jonë, kush ne jemi, që do të lidhemi me veten tonë. Fazën e tretë, duke ndjekur rrugën e shpirtit, ne do të arrim të kuptojmë rritjen tonë shpirtërore për atë që ne kemi vlerë, dhe faza e katërt është që me vetë besim, duke arritur në dy këmbët tona, ne do të ndjekim misionin dhe drejtimin e shpirtit, qëllimin e shpirtit, sepse kemi arritur në vetë besimin tonë, dhe ky është drejtimi i jetës tonë, që të gjithë ne kemi ardhur në këtë jetë me një mision dhe ne do të shkojmë diku. Pra që të gjithë të kuptojmë që me këtë rrugëtim të zgjimit shpirtëror, ne arrim të kuptojmë që jo vetëm ne kuptojmë si e shohim veten vetë ne, si e shohim veten tonë, por edhe vendin tonë në botë. Ndërkohë ne kuptojmë që gjithçka, si qëllimi, si ajo që ne zbulojmë veten tonë, si kush është vendi jonë në këtë jetë, është kryekëput ndryshe nga qëllimi i jetës së parë. Pjesa, ndërkohë që një pjesë në këtë realitet jetojnë akoma me, pra duke i dhënë rëndësi rregullave të vjetra, pra vazhdojmë me rregullat e lojës së vjetër, të botës së vjetër, ne që jemi zgjuar me shpirtin, ne e ndjehet si e tillë, sikur brenda natës, pra ne zgjohemi brenda natës me rregullat për të cilën arrim të kuptojmë që marrëdhënia me veten tonë dhe marrëdhënia me të tjerat që na dukeshe e lumtur, që na dukeshe e suksesshme, është thelbësisht ndryshe nga ajo që ne kemi njohur më parë. Pra edhe pse ne kalojmë një proces, sepse është proces dhe ka kohë, ne koha dhe afati
hapësira e tjera nuk kanë, për ne koha nuk është e pafundshme, është infinitiv. Prandaj duket sikur ne jemi zgjuar në brenda një nate dhe çdo gjë na ndryshoi. Pra edhe pse ne vazhdojmë në rrugën e zimit të shpirtit për një pjesë nga ju, apo edhe të vazhdimit të procesit të gjatë në këtë rrugë tim, pak a shumë ajo që ne do të arrim të kuptojmë është ne gjatë zimit ne kuptojmë që ne ndjehemi të tjetërsuar, ne ndjehemi të shkëputur nga jeta si më parë, pra në lidhje me qëllimin. Ndërkohë ne e kuptojmë që njerëzit, shokët ose shoqet që ne kemi patur më përpara, është që ndihet pak a shumë që nuk kemi atë lidhje. Ndërkohë, sepse ne kuptojmë se kush na përshtaten, kush është në energjinë tonë, pra jemi, kjo na sjell rritja e zimit të shpirtit, edhe pse është një proces i vështirë, përsëri ne me energjinë tonë ne kuptojmë dhe ndërkohë ne kuptojmë që bisedat për të cilën flitet, qoftë në marrëdhënien tuaj apo kudo përreth, me shtëpinë tuaj, me familjen, me kolegët të tjera apo në punë e të tjera, pra në çdo lloj marrëdhënie, edhe brenda familjes, edhe nëse ne na ndjehen vërtet që janë që nuk na përshtaten, ne përsëri ne dim se si të vazhdojmë të ndjekim rrugën tonë. Pra edhe pse nuk përputen, edhe pse ndoshta partneri juaj, ndoshta familja juaj ju kërkon që të ktheheni dhe një herë si ju ishit, sepse ashtu na njohin, ju e ndjeni këtë që nuk mundeni, pra shpirti që na drejton. Por kujdes, shënim për të gjithë ju, unë ju dërgoj dhe ju këshilloj. Jeni të vëmendshëm, ne nuk mund të ndryshojmë kërkën, as nëse jeni me partneri në krah, nuk mund të ndryshojmë kërkën dhe nuk është e drejta askujt nga ne të ndryshojmë, sidomos ju që jeni zgjuar, të ndryshoni të tjerët dhe as t'i bëni të tjerët që të përshtaten të punojnë për ju në asnjë mënyrë. Ju lutem, unë kam dëgjuar shumë, njerëzit e mi më njohin mua dhe ata janë dhe në punra që kanë lidhje midis tyre, duke më njohur mua që jam e lidhur me të vërtet me fuqinë hyjnore dhe i shërbej Zotit me pasion dhe me se djeg në zemër, është shpesh nipër e mesa kur shkoj në Shqipëri më tregojnë që Oniana, ajo që po ndodh me ty dhe çfarë ti tregon, ne kemi disa kolegë në për edhe mësuese kështu, por ata ndërhyn ke familja, ja u mbyll televizorin, mos shqipni këtë, mos shqipni atë, mos shqipni këtë. Dhe ajo që unë i tregova nipit tim edhe kush në lidhje me këtë është okay, ai sepse më tregoi që është i lidhur me yjet. Okej që ai beson, por është lidhur me shpirtin, se është energjia, nuk ka kthim, energjia nëse është lidhur me shpirtin, nuk mund të kthehet, por çfarë ndodh? Nuk është në harmoni, nuk është në ekuilibrin e magjisë së pastër të gjithçkaje. Pra është një anshëm dhe në këtë rast, duke qenë se ka hije mendore, pra janë akoma në trurin e tij, është që vazhdon vetëm edhe mos u bë çudi që edhe energjia femërore, nëse nuk është në balans me energjinë maskullore, është dhe ajo pra kërkon, është një lloj si energjia maskullore, pra është një anshme, edhe ajo është e fortë dhe kjo është që ka ndodhur dhe unë i tregoj nipit tim, sepse ai bën edhe me mësuesit, nga një anë nuk është asgjë gabim që ju tregon mënyrën, por ai nuk mund të ndryshoj kërkën, pra nuk mund të detyroj njerëzit dhe për këtë ja u them, kudo që të jeni edhe brenda familjes, edhe me partnerin, edhe me fëmijët tuaj, ju nuk mund të ndryshoni kërkën, edhe pse ju e kuptoni që është një jetë e mrekullueshme dhe është e mrekullueshme. Sigurisht ju do të ndihmoni,
por ju nuk do të ndërhyni me mënyrën se si ju silleni me veten tuaj, ju vetë si silleni me të tjerët, ju do të bëni që dhe ata të vinë, po jo ti thuash bëj këtë, bëj atë, në asnjë mënyrë këshilla, sepse çdo individ është unik dhe çdo individ ka misionin dhe drejtimin e jetës, ashtu si plani hyjnor e ka programuar për të gjithë ne dhe e kemi në zemrën tonë. Ky është afatikor që ne jemi ftuar që të gjithë të lidhemi me veten, me qëllim që të lidhemi me zemrën, por të kuptoni që ju do të ndiqni udhëtimin tuaj dhe nuk do të ndërhyni, dhe edhe pse ndjehet e vështirë, edhe pse ka pengesa, edhe pse ndjeni të pamotivuar, të kuptoni apasapi që do të vazhdoj shenjat e tjera, të vazhdoni këtë proces, dhe pse është i vështirë, ju do të dilni përsëri, do të ecni përpara, për arsye se shpirti do ju drejtoj me qëllim që të arrini të lidheni me atë misionin dhe drejtimin e shpirtit. Mësoni që universi kur nuk gabon, edhe nëse jeni, edhe pse procesi ndjehet i trishtuar, edhe pse ndjehet i depresuar, edhe pse ndjehet me pengesa, izoluar, i vetmuar i të tjera, të kuptoni që nuk ka kthim mbrapa. Energjia lëviz, energjia transformoj dhe prandaj jeni të thirrur. Prandaj jepini kohë vetes, jepini hapësirë vetes, me qëllim që të njihni veten tuaj në mënyrë pra të lidheni me veten tuaj. Kjo është që ne do të vazhdojmë procesin e hapasapit dhe do të çlirohemi nga karma e vjetër. Kush është karma e vjetër? Fjalët, mendimet, fjalët, si keni fjalët, a janë optimiste apo janë jo optimiste? Nëse fjalët janë optimiste, ju të rriqni optimiste, është ligji të rreqes. Nëse fjalët janë me lëndime, apo mendimet me lëndime, apo sjellja juaj po ashtu, pra duke vënë gishtin tek tjerë, duke parë vlerën këtë tjerat, dhe nuk shikoni në veten tuaj, ju jeni të lënduar. Dhe kjo është karma e vjetër, pra si janë fjalët, si janë sjelljet, si janë mendimet, si është zakoni juaj, kjo është që ju jeni si silleni, si paraqiteni në botën e jashtme. Ndërkohë të kuptoni që ne do të shkëputemi edhe nga vetja jone e vjetër. Pra gjithë këto gjëra, duke arritur me zimin e shpirtit, duke u pastruar nga karma e vjetër, pa gjykuar veten tonë, pra të çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur e tjera, vetëm ne do të lidhemi me veten tonë për arsye se ne do të përballemi me gjërat pse jemi të shqetësuar, të trishtuar, të vetmuar, me konflikte të tjera, apo të shkëputur, të pamotivuar e të tjera. Dhe në momentin që ne ndjekim hapasapin shpirtin, çfarë do arrim? Ne do të arrim, do lidhemi me dashurinë tonë, zemra jonë hapet, dhe në momentin që ne hapet zemra, i procesi bëhet aq i maniqëm, aq i mrekullueshëm, sepse ne lidhemi me burimin e energjisë, me Zotin tonë, me universin e bollshëm që e kemi në zemër. Kjo është thirrja e këtij afatit kohor, që ne të lidhemi, edhe sidomos dhe këtij viti universal, se u diqet nga dielli, çdo të thotë ne të lidhemi me veten tonë, t'i japim kohë vetes tonë. Pra çdo gjë ta shohim në veten tonë. Tjetër, ne do të lidhemi duke hapur zemrën, është dashuria hyjnore. Dhe kjo dashuri hyjnore, në momentin që ne ndjekim këtë mrekulli, na hapen një derë mbyllet, por dyert e tjera do të na hapen. Pra jeta është një mrekulli për ta jetuar. Shenja e dytë që do të jeni, që ndjeni, pra të pa motivuar, është që shumë gjëra që dukeshin të rëndësishme në jetën e parë, këto nuk rezonojnë më me ne, që do të thotë për ta kuptuar më mirë. Gjatë kohës së procesit të shpirtit, ne e dim që kur zgjohemi, ne shkëputemi, pra nga sidomos nga bota e materjes, pra ne shkëputemi nga çdo gjë, sepse është procesi i tillë. Dhe çfarë ndodh është që gjatë procesit të zgjimit të shpirtit, ne kuptojmë që vlera e suksesit material është për ne si zimit ka një kuptim në lidhje me vlerën, dhe kur ne kërkojmë të bëjmë një punë në atë çfarë shpirti na drejton, është që nuk ka të bëjë lidhje me punën, çdo lloj pune që të jetë, por që nuk ka të bëjë fare, shpirti nuk na drejton në një punë që ka të bëjë me fitimin financiar. Pra kjo është bukuria e shpirtit,
që nuk ka lidhje me fitimin financiar. Dhe duke qenë se nuk ka lidhje me fitimin financiar, kjo bën duke pra që na bën ne që nuk jemi të motivuar. Po pse ndodh kjo që nuk ndjehemi të motivuar? Për arsye shënim, se këtu ka shumë shpirtëror që janë zgjuar dhe duke mos qenë që pra janë lidhur me shpirtin, po përsëri nuk janë në harmoni me dy energji, pra energjia maskullore e energjia femërore, është duke qenë se kërkojnë, pra ka një intuit, sepse janë lidhur me shpirtin, por ndërkohë shpirti nuk kërkon, pra kërkon vlerën dhe jo fitimin, dhe kjo i bën që një pjesë nuk arrin, ku nuk janë në ekuilibër, nuk arrin ta vazhdojnë procesin e asaj që ndjen në brendësi. Gjithsesi të kuptoni që kjo vjen për arsye sepse në hijet mendore është motivimi që ne kemi marrë nga jeta e parë që na shton që të ndjehemi mirë, që na shton të ndjehemi mirë, që na shton të përshtatemi mirë me veten tonë dhe ndërkohë domosdoshmëri për sukses. Pra të jemi perfekt, ta kontrollojmë jetën dhe kjo është shpirti nuk e planon këtë motivim. Dhe prandaj ndjehemi që jemi të pamotivuar. Gjithsesi të kuptoni që zimi i shpirtit e përmbys dhe kujtoni dhe mësoni që nuk është motivimi që na largon nga zimi i shpirtit. Shënim, nuk është motivimi që na largon nga zimi i shpirtit, por është zimi i shpirtit që na drejton për transformimin ton. Për të shkëputur nga ky lloj motivimi që kemi krijuar nga pra ashtu si ti përshtateshim shoqërisë apo të bënim gjëra si donte shoqëria, kushdo qoftë, dhe kjo është që shpirti kërkon që ne të transformojmë dhe të duke ulur me veten tonë, sjellim të kaluarën tani në këtë moment që jemi me shpirtin tonë dhe të ardhmen në një drejtim me qëllim që duke u lidhur me veten tonë, në thelësi të vetes tonë, me veten tonë, ne do të arrijmë të lidhemi me thelësin, me njohjen tonë të shpirtit, se ky shpirt, ky trup multidimensionar që punon me dy mekanizma, mendja, energjia maskullore, elektrike bëj dhe ne do të jetojmë në këtë jetë, ne do të bëjmë diçka, është drejtimi dhe misioni i shpirtit, pra ku na drejton, për atë që ne kemi vlerë, dhe ndërkohë të kuptoni është energjia femërore e brendshme, duke i patur këto të dyja, duke i sjellë në harmoni dhe duke u lidhur me ekuilibrin e tyre në balancë, në marrëdhënien tonë të mrekullueshme, është që ne njohim veten dhe kjo vetje që njihet është që ne do të njohim jetën në lidhje me veten tonë, por dhe me eksperiencën, pra me të kaluarën dhe me eksperiencën që ne kemi mësoni që kjo është, edhe pse ndjehet e vështirë, edhe pse ka pra ndjehet e pa motivuar e tjera, është e përkohshme për arsye sepse shpirti na drejton të zbulojmë veten tonë, kush ne jemi në të vërtetë. Dhe ky është kuptimi i transformimit për të cilën është që edhe pse ndihemi të shkëputur, pra edhe pse ndihemi që ndihesha herë mirë, herë të jeni të vëmendshëm, veçërimi është një proces i vazhdueshëm sepse shpirti jeton dhe ka të bëjë që shpirti kërkon, mëson, pra vazhdon, është jeta na mëson çdo sekond dhe ka të bëjë me rritjen e vetëdijësimit ton. Pra veçërimi është rritja e vetëdijësimit për atë që ne po jetojmë në këtë jetë, ndërkohë është dhe vullneti juaj për të përmirësuar jetën. Pra jemi gjithmonë, shpirti është gjithmonë në rritje, në zhvillim. Ndërkohë të kuptoni që në kohën që ne vazhdojmë transformimin, ne arrim koeficienti i dritës, i vetëdijësimit kozmik, pra sepse ne jemi të lidhur është zemra astrale, është pra se ne jemi energji, trupi është energji, trupi mban informacion, trupi mban mençuri, çfarë ndodh
është që ne rritet energjia, ky koeficienti i dritës, dhe në këtë moment, duke vazhduar procesin e shëzimit të shpirtit, ne do të arrim apasapi të bedjesojmi, ne do të shpirti, sepse ndjem çfarë na sjell shpirti, që lidhemi me burimin e energjisë, lidhemi me sinkronizime, lidhemi çdo gjë, se nuk do të hyj gjatë me ëndrat, me atë çfarë ndjeni në brendësi të tjera. Shpirti ju drejton dhe ju mëson, pra në lidhje me ju pra në rritet vetëdjesimi, ashtu sikurse edhe fillojmë të njohim veten tonë autentike dhe me të vërtet atë misionin e shpirtit, përse shpirti na solli këtu. Pra ne vazhdojmë të lidhemi me jetën tonë shpirtërore. Ajo që ne zbulojmë duke vazhduar procesin e zgjimit të shpirtit apasapit, është ne zbulojmë veten tonë, pra veten tonë të vërtet, por ndërkohë edhe ne kuptojmë edhe botën. Mësojmë që gjatë rrugës transformimit tonë, ne arrim dhe të procesit të zgjimit, ne arrim që të kuptojmë që çdo gjë që ekziston, krijesë, situatë e tjera, që të gjitha këto janë përtej botës fizike, përtej botës së materjes, dhe përtej asaj se çfarë shoqëria pret nga njerëzimi, për të cilën, për një pjesë të akoma të një pjesë që flen gjumë, pra rrin në rolin viktim, vazhdojmë me rregullat e lojës të shoqërisë së vjetër, ku ne kemi hyrë në një shekull të ri, është që për ne këto janë të parëndësishme, dhe ndërkohë janë edhe që nuk i përshtaten me të vërtet perspektives së jetës. Pra e gjitha është gjatë kësaj kohe, edhe pse ka vështirësi, edhe pse ndjen pengesa e të tjera, ju të vazhdoni të ndiqni rrugëtimin e shpirtit, ju jeni në rrugën e drejtë me qëllim që të arrini në fuqinë tonë. Pra vazhdoni, ju nuk jeni të pamotivuar, ju jeni në transformimin tuaj, për të cilën vazhdon hap pas hapi, duke besuar në veten tuaj dhe duke ndjekur intuitën, zemrën tuaj, shpirtin tuaj, ju do të arrini në fuqinë tuaj. Mësoni që kjo sigurisht që të gjithë jeni të vëmendshëm, se varet si jeni, do të arrihet vetëm nëpërmjet higjienës shpirtërore, ashtu si kujdesemi për higjienën fizike të trupit, dush, gojë, pamja jashtme të tjera, ne do të kujdesemi edhe për pjesën tonë të brendshme kuantike, duke ulur me veten tonë, duke përdorur higjienën shpirtërore. Meditimet janë nga llojet më të ndryshme, bëhet fjalë për durimin tonë, sepse ne jemi të padurueshëm, bëj, pra të arrim në durimin, të lidhemi me trupin tonë, me të ndryshme, të tokëzohemi, të transformojmë energjinë në lidhje me meditime, me muzikë, me frymëmarrjen, me lëvizjen e jogës, ndërkohë afirmime, lutje, pohime, ashtu sikurse edhe të lidhemi me natyrën, që quhet ndryshe dhe tokëzim, të jeni të vëmendshëm çfarë shikoni, çfarë ndjeni në ëndra të tjera, gjithsesi këto janë format që ju drejtojnë, dëgjoni muzikë shpirtërore, se angjëjt i kanë qef muzikën, jeni të vëmendshëm çfarë dëgjoni, si dëgjoni e tjera, këto ju rrisin ju, dhe kjo është ne lidhemi me të panjohurën. Tjetër është ne apasapi ne i marrim përgjigjet së panjohurës në brendësi të shpirtit tonë, me atë ku na drejton shpirti, dhe gjitha është të gjithë të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, dhe ndërkohë edhe intuitën tuaj, ku ju drejton. Vini duart në zemër, të majtë në zemër, djatën sipër. 1 minutë pyeteni shpirtin, ndjeni rrajet e zemrës, kur ju filloni të ndjeni rrajet e zemrës, apo zhurmën e frigoriferit, apo çfarë cicërimin e zogjve, apo edhe pse jeni, të jeni të sigurt që ju jeni në rritjen e intuitës tuaj, pra intuita juaj po rritet, shisat tuaj janë akoma më të fuqishme dhe ndiqeni këto gjëra. Pra duke qenë se ju rriteni duke ndjekur zgjimin e shpirtit, çfarë ndodh është që ju lidheni me njerëzit që rezononi, ndoshta me komunitet, ndoshta me grupe, ndoshta me individ, sido që të jeni, universi ju lidh,
me atë që ju jeni. Pra nëse ju jeni dhe ndjeni optimist për jetën, ju këto njerëz do të rriqni. Mësoni që ajo që ne arrim është që ne kuptojmë që çdo gjë dhe gjithçka që ekziston në këtë univers është një. Dhe ju dhe unë jemi universi. Universi jemi. Çfarë unë bëj për ju, ndikon tek ju. Ju tek të tjerat gjithmonë me energjinë hynore të dashurisë së përjetësisë që është të duash me dashuri pa kushte është mrekullia dhe kjo është që na i sjell shpirti, zimi i shpirtit duke u lidhur me shpirtin ton. Edhe ajo që të kuptoni është që edhe në qoftë se ju keni në familje apo në shoqëri njerëz për të cilën mund të ndjehet që shkëputeni, nuk është gabim, sepse ju e ndjeni, pra e ndjeni dhe ndërkohë është që të gjithë të jeni të vëmendshëm si që tregova, të kuptoni që ne nuk ndryshojmë njeri, sepse çdo individ është unik. Këtë pranojni, çdo individ është unik dhe e rëndësishmja është që ne të jetojmë, ne vetë jetojmë. Pra çdo individ të jetoj me zemër të hapur, të jetoj me mendje të hapur dhe duke ndjekur këtë rrugëtim të zgjimit, ne do të arrim të lidhemi me intuitën tonë, ne do të arrim të lidhemi me këtë zemër të mrekullueshme që këmban misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Mësoni që sa më shumë ne vazhdojmë të lidhemi me veten tonë dhe të hyjmë në thellësi, ne do të arrim të lidhemi me energjinë tonë, pra në ekuilibër dy energjitë, maskullore, mendja femërore, shpirti, ne do të arrim me një mendje të qartë dhe me një shpirt në paqe dhe mbi të gjitha do të lidhemi me njerëz që mendojnë, kanë energji, kanë edhe ndjeshmëri si vetja jonë. Pra ne të rreqim atë që jemi. Dhe shenja e tretë është që të gjithë në procesin e zgjimit ndjeni të shkëputur, ndjeni të shqetësuar, si gjatë zgjimit tuaj, si edhe mund të jeni në një periudhë të gjatë të zgjimit tuaj. Kjo vjen sepse ju keni filluar të kuptoni që kuptimin e botës që është ndryshe, kryekëput ndryshe nga ajo që ne kishim mësuar përpara. Mësoni që gjatë fazës së transformimit është një periudhë që ju bën që të ndjeni të vetmuar, ju bën që të ndjeni të pa motivuar, por të kuptoni që është e përkohshme. Dhe në qoftë se ju të kuptoni që ky proces na ndihmon ne dhe prandaj ndihet i pa motivuar dhe i shkëputur, me qëllim që ne të lidhemi me veten tonë dhe të lirojmë çdo gjë edhe nga hijet mendore, sepse këtu janë të ngulitura, janë të fiksuara, mendoni me mira shekuj, ne kemi marrë me vete është dominuar nga energjia maskullore, tani në këtë shekull është që ka hyrë frekuencat e larta dhe për pjesën ndërmuese që zgjohen tani e në vazhdim është më lehtë dhe pse trupi fizik ndjen dhimbje, por të jeni të sigurt që duke ndjekur shpirtin, duke vazhduar si ndryshojnë stinat, do të ndryshoni dhe ju, si ndryshojnë fazat e nënësën, do të ndryshoni dhe ju do të arrini që të lëshoni gjithçka në lidhje me hijet mendore, në lidhje me çfarë ndjehet në zorët e barkut, ashtu sikurse dhe me modelet shkatërruese. Mësoni që të gjithë këto do të arrihen, çfarë sjell trupi në moment, çfarë ju sjell mendja, është që ne do t'i pranojmë, të jenë, por të vëmendshëm që t'i njohim, t'i falim, të valim veten, edhe në qoftë se kemi apo s'kemi gabim, edhe të tjerët kanë apo s'kan gabim, sepse ashtu ishte niveli kohor, pra pa gjykim, pa kritik, të falim, të japim mirësi me zemrën të hapur, sepse ne kemi arritur këtë, ky është procesi i transformimit, dhe ndërkohë edhe me mirësi, dashuri të lëm të shkojë. Mësoni që edhe pse ndjehet në momentin që jeni pa motivim, kjo është nuk është se jeni pa motivim, por motivimi jonë me zgjimin e shpirtit po ndryshon. Pra ka të bëjmë me atë që ne vazhdojmë udhtimin ton të ri, ne vazhdojmë rrugëtimin ton ku na drejton shpirti dhe sa më thellë ty me shpirtin ton, aq më shumë ne kuptojmë që ne bëjmë gjërat ashtu si na i drejton shpirti. Pra ne nuk bëjmë plane, ne nuk bëjmë do bëj këtë, do bëj atë, do bëj i bën mendja, se mendja rrimet kaluarën dhe çfarë do vi ardhmja. Shpirti na sjell me
me momentin tani dhe çfarë ndodh me momentin tani ne jemi me veten tonë dhe kjo na bën që ne të zbulojmë veten tonë unike kush ne jemi në të vërtet. Ndërkohë është motivimi të jeni të sigurt që do të vike ju vetëm atyre shënim kur ju jeni me veten tuaj të thellë e kuptoni se përse jeni këtu në këtë zim. Ndërkohë edhe që jeni të lidhur me energjinë e universit. Unë nuk mund të gënjej që është një proces i lehtë, këtë nuk mund ta them. Ju lutem, sepse që të gjithë ne jemi unik, por gjithsesi të kuptoni që është një proces që do kohë dhe hap pas hapi, duke vazhduar, duke ndjekur ku ju drejton shpirti dhe atë çfarë shpirti ju sjell, ju do të arrini në vlefshmërinë e bukurisë së njohjes së vetes tuaj, por edhe të jetës, të botës tonë. Ndërkohë ju do të arrini në bukurinë, do të arrini në paqen e brendshme. Kjo paqe mban dashurinë hyjnore, pra pa kushte, jo në nevojë si dikur. Dëmshurinë, ju keni një dëmshuri për mjedisin, për kafshët, për gjithçka, për njerëzimin, pavarësisht se mund të jenë edhe pra me energji të ulët. Përsëri ne jemi sepse ne e ndjejmë në brendësi, në fund të fundit, rruga hyjnore e përjetësisht është një botë, është një Zot, është një njerëzim, është një shpëtim. Kjo do të na bëj që ne të arrim duke u lidhur me veten tonë, duke u lidhur me dëmshurinë, duke u lidhur me minjojën, me falenderimin, duke arritur të krijojmë vetë ne lumturinë me atë që ne kemi vlerë, ne do të arrim çdo individ, nuk ka më luftra, nuk ka më uri, nuk ka më sëmundje. Gjithsesi të kuptoni që gjithçka që do të arrihet, gjithmonë t'i kujtojni vete se përgjigja jeni ju. Mësoni, kujtoni dhe mbani mend se janë 4 gjëra që nuk ndryshojnë, 4 ligje mund të them që nuk ndryshojnë. Ekzistenca është e përjetshme. Dhe ne jemi pjesë e kësaj ekzistence. Jemi universi, jemi energji dhe të kuptoni që ne jemi me frekuencë më të lartë, por që është ekzistenca. E dyta, jeta është këtu. Tani, në këtë moment, universi është çdo sekond, është në zhvillim, është në ndryshim. E treta është të kuptoni që ne jemi një anshmëri unike, ne jemi një anshmëria hyjnore, pra me fuqinë unike hyjnore, ne jemi krijesa të krijesës, ne jemi unik, ne jemi që të gjithë me mision dhe me drejtim, ne kemi vlerën tonë. Dhe e katërta që nuk ndryshon është ligji të rreqes. Pra në qoftë se ju do të rrini me të lëndimin, ju atë do të rrishni dhe në qoftë se nuk e ndryshoni, do të rrini të lënduar. Pra ndryshimi nuk është se do të ndryshoj ligji i të rreqes, nuk ndryshon. Ju o do të zgjidhni lindimin, o do të zgjidhni optimizmin e jetës, pra jo kontrollin e jetës, dashurinë e bukurisë së jetës me vërtetësi ashtu si ju drejton shpirti juaj. Pra këto nuk ndryshojnë, ndërsa ligjet e tjera që janë 12, por ligjet e tjera ndryshojnë. Dhe kjo është një nga këto është dhe ligji shkakut dhe i pasojës për të cilën shpirti juaj dhe jemi dhe i të gjithë njerëzve për të cilën e kuptojnë që janë të shkëputur dhe të pamotivuar, sepse ne e kuptojnë botën që është krye kaput ndryshe nga ajo që ne kemi mësuar. Pra ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe kjo është duke ndjekur këtë mrekulli të kuptoni dhe të jetoni që ky është zgjimi i shpirtit për të cilën jemi të ftuar që të gjithë pa i prekur lirin, por në momentin që ju jeni të hapur në univers, hapni dyert e bukurisë së jetës, sepse ju jeni duke ecur në rrjedhën e jetës, së ndryshimeve kozmike në frekuencë, ne jemi në një qenie, jo vetëm në një ndërgjegjësim të lartë kolektiv, por edhe nga ana personale, por edhe me një vetëdije të brendshme që tani jemi të ftuar të lidhemi me veten tonë, sepse ne jemi krijesa të krijesës dhe në këtë zemër është Zoti. Këtu është Zoti. Në momentin që ju luteni dhe pranoni dhe hapni zemrën, ju jeni lidhur me Zotin e mrekullisë, sepse është një Zot dhe ju jeni Zoti. Besoni apo nuk besoni, është e drejta juaj, por në momentin që ju lidheni me zemrën tuaj, ja po ja u them,
ju jeni Zoti, por askush nuk ja u prek lirin ju. Dhe kur them Zoti, është bukuria e jetës. E ka krijuar këtë mrekulli. Diana jeton këtu, për asgjë nuk i ndikon, edhe pse ka luftra, sigurisht që ndjehet dërgoj bekime, sidomos për fëmijët, a pranojt lufta në këtë kohë, gjithsesi asgjë nuk ndodhet pa shkak, çdo gjë është mësim. Ne do të shkëputemi nga karma e vjetër, ne do të nxjerrim mësimet, nga errësira në dritë, nga drita në errësirë. Kështu është zhvilluar universi i mrekullueshëm, kështu e ka krijuar krijesa, Zoti i Madh, universi i Madh, apo dielli i Madh qendror. Gjithsesi, me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.